vrëmje plot muzik dhe miqësi mes dy vendeve, Italisë dhe Shqipërisë, u zhvillua në sheshin e Lungomarës për të përkujtuar festën e Republikës së Italisë. Qytetarë të shumë ndoqën koncertin festiv të grupit të njohur italian Neri Percaso, fituesi Sanremos në 95-ën në kategori të rinjt. Grupi krijoi një atmosferë të veçantë me hitet më të dashura të muzikës italiane. Aktivitetin e nderuan personalitete brenda dhe jashtë vendit, duke dëshmuar edhe një herë lidhjen e fortë kulturore mes dy vendeve tona. Sot është një ditë e rëndësishme e Republikës së Italisë. Në vitin 1946, paqja dhe respekti ishin gjëja më e rëndësishme, sikurse në këtë moment. Në bashkëpunim me Ministrin e Kulturës dhe Inovacionit shqiptar, kemi sjellë në Shqipëri dhe Vlorë edhe javën e kulturës italiane. Se ka një marrëdhënie që ne e konsiderojmë strategjike dhe shumë të fortë është marrëdhënia që kemi me Italinë. Për këngëtarët italian, Vlora ishte një surprizë e paharrueshme ku do të kthehen edhe për pushime. Kemi ardhur dje për 2 ditë dhe më pas do të nisim në Itali. Ndjehemi si në shtëpinë tonë, si në Itali është thuajse e ngjashme. Ka shumë italianë në qytetin tuaj, pasi jemi fshinj dhe jemi si në shtëpinë tonë. Vlora është shkëlqyer impresionuese, me një Lungomare të mrekullueshme. Ne do të vim për pushime këtu në Shqipëri. Faleminderit Vlora.